Komentimi përsosur i Kuranit. Xuzi I 29. Sura e Nuh, zbritur në Mekë, 28 ajete. Përmbajtja e sures Nuh. Kjo sure, ashtu siç vërehet edhe nga emërtimi i saj, trajton çështjen e historisë së profetit Nuh, paqja qoftë mbi të. Në vende të ndryshme në Kuran është folur rreth këtij profeti të nderuar, si për shembull në suret Ash-Shura, El-Mu'minun, El-Araf, El-Anbiya. Më i njohuri se të gjithë është diskutimi në surën Hud, ku për këtë profet të madh flitet afërsisht në 25 ajete, nga ajeti 25 deri te ajeti 49. Pra ajo që është përmendur në surën Nuh është një pjesë e veçantë e jetës së tij, e cila nuk është trajtuar në sure të tjera. Kjo ka të bëjë me thirrjen e vazhdueshme drejt monoteizmit, mënyrën dhe kushtet e kësaj ftese. Veç kësaj ekzistojnë edhe nënçështje të tjera që lidhen me këtë temë të rëndësishme, dhe gjithë kjo ka rshi një popull i kryeneç, egoist dhe mendjemath, i cili në asnjë mënyrë nuk ishte i gatshëm që t'i dorëzohej të vërtetës. Kjo sure ka zbritur në Mekë. Në atë kohë, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe myslimanët e pakt jetonin pothuajse në kushte të ngjashme me kushtet e popullit të kohës së profetit Nuh, paqja qoftë mbi të dhe i thtarëve të tij. Surja u mëson atyre, pra myslimanëve, shumë çështje. Disa prej qëllimeve të përmendjes së kësaj ngjarjeje janë: 1. I mëson ata se si të bëjnë thirrjen tek armiqt me anë të argumentimit logjik, të shoqëruar me dashuri dhe mshuri, duke shfrytëzuar çdo mjet të dobishëm dhe të efektshëm në këtë rrugë. 2. I mëson ata që asnjëherë të mos lodhen dhe të mos heqin dorë nga thirrja dhe ftesa drejt Allahut, edhe nëse zgjat me vite të tëra dhe armiku bëhet pengesë. 3. I mëson ata që në njërën dorë të mbajnë faktorin e stimulimit dhe në dorën tjetër faktorin e paralajmërimit dhe tërheqjes së vërejtjes, dhe të përfitojnë nga të dy këta faktor në rrugën e ftesës drejt Allahut. 4. Ajetet e fundit të kësaj sureje janë paralajmërim për politeistët kokfort se nëse nuk dorëzohen karshit vërtetës dhe u akthejnë shpinën urdhrave të Zotit, padyshim që i pret një e ardhme e trishtuar dhe e frikshme. 5. Përveç këtyre, kjo sure është ngushëllim dhe qetësi për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për besimtarët e parë dhe njerëzit në kushte të ngjashme me ata, të cilët gjatë thirrjes së tyre me ndihmën e Allahut të tregohen zemërbut, kurse karshi problemeve dhe vështirësive të jenë të durueshëm dhe të qëndrueshëm. Thënë ndryshe, kjo sure është një skicim i luftës së vazhdueshme midis të drejtëve dhe të devijuarve, si dhe taktikave që duhet i përdorin për krahësit e të drejtës gjatë ftesës dhe ecjes së tyre në rrugën e drejtë.